Miqtë Top News ju përshëndes, unë jam Gjoj Malësia dhe ky është programi Breaking. Do t'jemi edhe sot live me zhvillimet nga protesta në ditën e 20. Paralelisht do t'kemi dhe analizat asaj se çka po ndodh nga pikpamja politike, sociale, pse jo dhe turistike në kuptimin e një debatit zhvilluar sot ose një fjalë të mbajtur sot nga kryeministri Rama me po themi operator të fluturimeve ku shpalosën një lloj forme edhe pikpamjen e tij. Për turizmin do të lidhemi për diskutuar për gjitha këto me Auron Taren. Auron, shumë faleminderit që jemi ne, shumë kënaqësi si të bisedojmë. Auron, sot bëhen 20 ditë, nuk e di nëse e kemi Auronin në gjendje optimale, apo duhet të ristartojmë lidhjen. Dëgjohemi mirë? Po, të gjë shumë mirë. Oke, e dëgjojmë Auronin. Auron, 20 ditë rrumbullak, ditën e sotme, çfarë të ka bërë përshtypje nga i gjithë ky reagim sociopolitik, ta quajmë kështu, është një protest që kërkon llogari nga politika, ka një pikpamje për natyrën, duket si një lloj revolucioni shoqëror në kërkesat dhe solidaritetin me njëri tjetrin. Si e ke parë të gjithën? Unë kam parë si një nga ngjarjet më të bukura të 30 vjetëve, post komunizmit. Dhe mendoj që për herë të parë Shqipëria një shembull të jashtëzakonshëm vetëm në rajon, po dhe në Europë, ku rinjtë të reja po protestojnë fillimisht për çështjet e ambientit, për çështjet e zonave të mbrojtura, por tashmë qartësisht ka dalë nga ai debat dhe ka shkuar në një debat më të gjerë, ku të rinjtë e rejat në mënyrë më të kulturuar të mundshme po protestojnë kundër klasës politike e cila ka frenuar apo e mbajtur peng to mbi 3 dekada, duke krijuar një vend i cili siç po shikohet dhe nga lëvizjet e fundit të SPAK, një vend i cili ka krijuar një lidhje shumë të fortë të organizatave kriminale, politikës, mes nëse dëshironin të jeni aty, dhe disa prej bizneseve më të mëdha të vendit. Pra është një sistem i cili i ka marrë frymën këtij vendi dhe kjo protestë mendoj unë është një betejë për një Shqipëri të re, ose një Shqipëri e cila do të, si thua, sundohet nga ky grup njerëzish për 50 vite të ardhshme. Auron, pati një fjalë nga kryeministri i cili foli për të ashtu quajturin turizmi elitar. Tha që edhe në ato plazhe ku ndoshta nuk do të jetë më e mundur të shkojnë gjithë, do të përfitojnë të gjithë, u shpreh ai, sepse me turizmin e zakonshëm rriten kostot për pastrimin e plerave, për trajtimin e mbetjeve, për po themi transportin dhe shumë elementë të tjerë. Nuk e di se patë mundësi ta dëgjoje, por kjo ishte pak a shumë e përmbledhur. Nuk e di çfarë mendon për diçka të tillë. Duhet shqiptarët të braktisin në thonjza gjithmonë një pjesë të plazheve, apo duhet gjetur një formulë ku të gjithë kanë akses për një zonë që mund të jetë e veçantë për të vizituar. Një nga rastet negative është Ksamili, ku po themi nuk ka asnjë plëmb të plazhit publik. Gjoj, debati për turizmin duhet ishte bërë shumë vite përpara, përpara se të krijojë kjo katrahure tashme, jo vetëm në vijën bregdetare, po dhe në zona tjera, por duhet thënë diçka, që e drejta e daljes në det është drejt që nga koha e Romës antike. Pra që në kohën e Romës, ligjet romake e kishin qartë që çdo qytetar kishte të drejtën e daljes. Pra kemi parë këto 10-15 vjet e fundit që pjesë më të mëdha të plazheve janë marrë. Auron, më fal të ndërpres. Në shfrytëzim të interesa
Më falë të ndërpres, në base mund të ristartojmë lidhjen, sepse kemi figurë vërtet problematike. Kështu që po e mbajun 1 minutë fjallën, për të parë dhe zhvillimet nga sheshi dhe lidhemi prapë. Me Auronin me shpresën se mund të dëgjohemi më mirë, kjo është në respekt dhe të shikuesit që të ketë një bisedë sa më të këndshme për të dëgjuar, sepse po merreshin vesh me shumë vështirësi. Shohim që ka nisur dhe grumbullimi i qytetarëve që prej pak ditësh është ora 19, orari i takimit dhe nga dalë shumë prej tyre kanë nisur të afrohen. Dita e 20, sikur se cilësuan dhe më herët kemi parë që dita ditës ka zhvillime nga më të ndryshme, të dje për herë të parë protestuesit shkuan të në parlament, ati ku zhvilloi një seancë plenare, i pam të debatonin me deputetët, më pas ishte radha një përplasje në selinë e Partisë Demokratike, ku thirrjet e protestuesve nuk u pritën mirë nga një pjesë e militantëve të PD-s, më pas adresimin në shesh u dha hapësirë përfaqësuesve nga mjekësia, siç është bërë, po themi, natyrshme që të ketë nga një tematik ose nga një grup mosh ose nga një shtresë sociale e caktuar që merr fjalën çdo ditë. Kemi parë të rinjt, kemi parë shqiptarët e diasporës, kemi parë pensionistët, kemi parë profesionistët e lirë dhe çdo ditë është po themi një histori e re në kuptimin e asaj që protesta përpiqet të sjellë, ndërsa mesazhet dhe xhira vazhdon gjithashtu sikur se është bërë edhe një lloj tradite e vogël e këtyre 20 ditëve. Mbetet me interes për të parë dita e sotme, ndërsa nesër është kërkuar gjithashtu një pjesëmarrje e konsiderueshme, është quajtur si protestë kombëtare, me shpresën se qytetarët do të kenë më shumë kohë për shkak se është një ditë pushimi për një pjesë të tyre që të jenë të pranishëm në shesh, megjithatë në diskutimin për pjesëmarrjen Kurthi është vazhdimisht i pranishëm për të thënë nëse ishin shumë apo pak. Protesta ka qenë çdo ditë, le të mjaftojmë me fjalën e konsiderueshme, pra diçka që nuk mund të injorohet. Mirë, nuk e din se mund të lidhemi sërish me Auronin, me shpresën se dëgjimi do të jetë më i mirë. Regjia më konfirmoj. Unë ju dëgjoj, Gjoj. E kemi Auron. Auron, ndjes që ndërpreva, po për qenë sa më... Jo, e kuptoj. Auron, mund të avjosh atje ku e lem, bëri përshtypje që the që dhe në Romën e Lashtë kishte legjislacion që fliste për të drejtën e qasjes ndaj detit. Është e vërtet, do të qenë në Romën antike qytetarët të drejtë të shkonin në det. Ndërkohë këto 10-15 vjet të fundit kemi parë që pjesët më të mëdha të vjesë bregdetare janë marrë në pak duar, duke e krijuar vështirësi shumë të mëdha për qytetarin për të dalë në det. Pra për të pasur një nga të drejtat e tij më minimale për të dalë në det, për të darë. Duhet paguajnë, duhet strapacohen, duhet debatojnë me njerëzit etj. Pra, unë mendoj që të gjithë bashkë, duke përfshirë dhe unë që kam qenë pjesë e një institucioni për administrimin e vjesë bregdetare, kemi dështuar për t'i dhënë qytetarit shqiptar të drejtën për të dalë në det dhe për t'u larë. Por për te kësaj, unë mendoj që ende sot nuk ka pasur një debat të ndershëm midis qeverisë dhe ekspertëve të turizmit për të diskutuar se çfarë lloj turizmi duhet të bëjë Shqipëria. Janë harxuar para pafund për strategji të cilat nuk i lexon njeri, janë harxuar para pafund për panaire, për shkrime etj. Dhe kemi krijuar një katrahur të madhe ku tashmë shikohet qartë që vendi me një shpejtësi shumë të shpejt po shkatron në vijën e saj bregdetare, duke krijuar problematika të pariparueshme në vijën bregdetare. E para, e dyta,
e gjithë vija bregdetare që po zhvillohet pa një arkitekturë autentike shqiptare, po bëhen eksperimente në arkitekturë, po prishet, pra po goditet shumë fort peizazhi historik. Dhe ajo që flitet nga të gjithë ekspertët ekonomisë, shikohet që në fakt, po të shikojmë, edhe me fluksin e madh të këtyre 4-5 vjetëve të fundit, të ardhurat e turizmit nuk janë aq të larta sa duhet të ishin, sepse të gjithë bashkë kemi dështuar për të krijuar një sinergji midis zonës bregdetare, zonave rurale, bujqësisë, pra bujqësia e cila furnizon vijën e parë të detit apo vijën bregdetare me prodhime shqiptare. Po të shikosh, pjesa më e madhe e prodhimeve janë të gjithë vinë nga jashtë. Tjetër, të gjitha artizanati, për shembull, nëse ne kemi 10-12 milion turistë, ne nuk kemi absolutisht asnjë model të artizanatit shqiptar, i cili me këtë lloj numri kaq të madh njerëzish do të punsonte një numër të madh të zonave rurale apo disa prej qyteteve turistike në artizanat. Pra, për të hapur shkollat e artizanatit, për të mësuar njerëzit zanate dhe për të mbajtur traditën e artizanatit shqiptar. Modelet janë nga më të ndryshmet, ka modelet mrekullueshme jashtë, të cilat merren dhe sillen, aplikohen.